Unë do të ndërtoj një motor me mikrobit. Për të ndërtuar këtë motor me mikrobit, duhet të hyjmë në ikonën Input, të marrim butonin On buton A, Paste, dhe më pas të marrim një të ngjashme me të dhe ta shënojmë On buton B. Pasi I kemi shënuar këto, duhet të hyjmë tek ikona Servos, do të marrim set servo P0 dhe do ta shënojmë 80 gradë për të shënuar këndin që dëshirojmë. Më pas do të hyjmë përsëri në këtë ikonë, do të marrim të njëjtën dhe do ta shënojmë 0 gradë për ta çuar atë në pikën ku u nis. Tani do ta demonstrojmë këtu. Siç e shohim, ajo lëviz me 80 gradë. Në butonin B, ajo do të shkojë në pikën ku u nis. Si të shohim në ekran, do të marrim lidhjen siç është këtu, do ta lidhim me mikrobitin dhe do të shtypim download për ta shkarkuar. Pasi ajo të jetë shkarkuar, do të funksionojë sipas programimit. Pasi e programuam, do të shikojmë se si punojnë. Shtypim butonin A dhe tani shtypim butonin B për ta rikthyer në pikën e nisjes. Pasi e ndërtova mikrobitin, unë e ngjita atë te një kosh për ta hapur atë automatikisht nëpërmjet butonave dhe kur ne shtypim butonin A, koshi hapet dhe kur shtypim butonin B, ai mbyllet.